Mos e hidhni kurrën në plera. Lëkurën e këtij produkti trajton këto 3 probleme. Lëkura e hudhrës është e përdorur që në lashtësi për të mbajtur organizmin në formë, për të nxitur qarkullimin e gjakut dhe mbi të gjitha për të pastruar organizmin nga të gjitha toksinat. Ndoshta nuk e dini, por ato mund të përdoren edhe për të rënë nga pesha. Sipas Brightside, zjeni në një tenxhere të vogël 1 litër ujë. Pasi uji të nisë të vlojë, largoheni nga zjarri. Hidheni në tenxhere kur uji i zjerë është ende i nxehtë dhe shtoni gjithashtu lëkurët e hudrave. Kujdes, lëkurat e hudrës nuk duhet të hidhen pasi uji ka zjerë dhe jo gjithmonë në momentin e zjerjes. Përzjeni mirë dhe i lini të qëndrojnë ashtu gjatë gjithë natës. Të nesmen kulloni lëngun dhe mund ta shtoni atë në solucione të ndryshme për të larguar papastërtitë nga shtëpia dhe mbi të gjitha për të larguar kështu edhe insektet të cilat janë të pranishme në vazhdimsi afër kuzhinës ose ambientet ku ka thërrime.